Rruga e Musa Kamenicës nga refugjatit e kryeparlamentari i Lozanës. Musa Kamenica është prej kohësh një emër i njohur në komunitetin shqiptar të Lozanës, në vaudit të gjithë Zvicrës. Në vitin 95, si 18 vjeçar së bashku me familjen e tij ka emigruar nga Kosova gjithsesi nga Feriza në Zvicër me qytetin e Lozanës, ku është diplomuar dhe magjistruar në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Lozanës, ka magjistruar po ashtu në Institutin e Studimeve Evropian në Universitetin e Gjenevës. Angazhimi i tij shoqëror ka filluar qysh në vitin 2008, ndërsa në vitin 2016 është zgjedhur për herë të parë asambleist të Asamblenë e Parlamentit të qytetit të Lozanës. Këtë vit ai ka arritur të zgjedhet kryetari i kësaj asambleje ose këshillit bashkiak dhe është posti më i lartë në pushtetin legjislativ të qytetit. Duke vlerësuar këtë arritje të tij, ai ka shpallur Musa Kamenicën personalitet të vitit 2025 në fushën e politikës, sajti albiinfo.ch. Në këtë rast është vlerësuar veprimtaria e tij dhe aktiviteti i tij politik.